Më morë në dënu kushe që den për logën, mo kur t'yve në gjujnë. Jemi në Obiliq dhe si që po shihet pas meje, gjendja e burllogut është në gjendje të tmerrshme. Që këshyrem, s'ki që me përur me ta. Edhe bukën që po e shohim në tokë, gjendet në komunën e Obiliqit. A di që pyte, me më në qiti kamerë, a drejtori më smenet unë që më karrik. Po me morë në dënu kushe që den për logën, mo kur t'yve në gjujnë. A është në shumë pjesë kjo gjendje burllogut në Obiliq? Katastrofë, t'ja përshë. Dhe që këshyrem. Dhe që këshyrem, s'ki që me përur me ta. Po, kër unë që vesh në karrik, drejtori me nuk rrijet. Duhet me dalë, me këshyrë kush për gjunë, me dënuë. Si të dënesh, ku nuk gjunë? Sa po ta mërmenja që do të më dënu një qytetar që e gjunë burllogun Dhe tonë? 200-300 herë, dënuë mirë, prejemo. Ambasat i shka? Unë e banoj që të në dë. Një kolisë me garëm lekum hikë, unë vetë, dje. Qytetar të i ndërdi se gjunë qëtë. Vullnetarisht këtë ale hekë Pa, burllogun? vullnetarisht e të gjunë. Qëtë kam të shumë të Po mos jëmë bohë, pasha zodi, po. Faleminderit Ha? shumë. Dhe je për tjetër shbemu, që mu të suda dhe kërkujnë. Shumë faleminderit. Unë as banoni këtu, që unë i mitëris jam. Okej. A më banoni në Obiliq? Banoj në Obiliq, po ma shumë edhe ne ishka jetaj. Dhe kjo është gjendja edhe pas pastrimit të hedhurinave këtu në Obiliq. Qytetarët na treguan se kjo gjendja është çdo ditë kështu në Obiliq, edhe pse kompania e pastrimit përkatëse e ka marrë pothuajse të gjithë burllogun, po prap neve se po e shohim këtë gjendje, këtu e kemi edhe një guack e cila shërben, e dini për çka shërben besoj, por fatkeqësisht kjo gjendje mund të shkaktoj edhe sëmundje të ndryshme, edhe pse banorët e Obiliqit po ashtu e kanë para shumë shëndetin e rrezikuar edhe nga ajri i papastër, por ja këtu po shihen mbetjet e mbeturinave këtu. Jo shumë larg metra nga vendi ku ishim, ku ishte depoja e hedhurinave këtu, këtu po vrehet që nuk ka shumë dallim gjendja edhe pse këtu nuk ka kosht të hedhurinave. Por për t'ilojmë anash hedhurinave, këtu po e shohim që edhe ja kanë fillu me u shkatru emrat e rrugëve. Andaj përmes kësaj kamere kisha dashur me bo apel që kryetari ardhshëm, me qenë se komuna e Obiliqit që ndron në balotazh, ta ketë parasysh edhe gjendjen e hedhurinave në Obiliq.